Të nderuar miq të rrethisë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës së gjatë muajit Ramazan në orën 16 pra në RTI, çdo ditë punën nga hëna në të premte. Për sot kam të ftuar Hoxhën Sami Fetari, imam në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku do të flasim për Ramazanin dhe Kur'anin. Hoxh, selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se vjeta. Allah shpëbleft që keni pranuar ftesën të jeni pjesë e këtij emisioni. Besoj dhe shpresoj që këto ditë të këtij muaji deri më tani keni kaluar mirë, të pas parasysh atmosfera që është në Prishtinë, edhe në xhaminë e madhe pa është një atmosferë pak më ndryshe ose më e veçantë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun falenderojmë xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu, krijuesin e botrave, pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, mëshirës së botrave, i çojmë salavate dhe selame të shumta sahabëve të tij, shokëve të tij, familjes së tij të ndershme dhe të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit edhe na me ta ya rabbel alamin. Rabbel alamin, amin. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj juve, vëlla Naim dhe juve stafit të RTI-s që më keni përzgjedhur me qenë pjesë e këtij emisioni. Allah ju shpërblet me të mira, Allahu na boft të hajrit atu ku jemi, posaçërisht në këtë muaj të madh Ramazan, që lutim Allahun xhalla shanuhu që të na pranoj çdo vepër të mirë që e bëjmë për hatër të tij xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Pra kemi zgjedhur temën Kur'ani dhe Ramazani. Pse kjo temë? Pse Kur'ani dhe Ramazani? Çfarë kanë përbashkët? Vëlla Naim, Allahu te baraka wa taala e zbriti Kur'anin përmes Xhibrilit alayhis salam, i cili u bë meleku më i madh dhe më i mirë. E shpalli këtë Kur'an te Muhamedi alayhis salam, i cili u bë Sayyidul Khalq, zotriu i njerëzimit. Ky Kur'an erdhi për ummetin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, i cili u bë khairul umam, ummeti më i mirë. Ky Kur'an filloi zbritja e tij në muajin e Ramazanit në të cilin jemi tash dhe u bë muaji më i vlefshëm te Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Filloi pra zbritja e tij në natën e Kadrit, e cila u bë nata më e mirë se një muaj. E nëse ti dhe unë, vëlla Naim, kemi diçka nga Kur'ani në zemrat tona dhe në shpirtat tonë dhe në veprimtarinë tonë dhe jetën tonë, atëherë do të reflektojmë dritë. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kundërtën e kësaj, al-qalbu alladhi laysa fihi shay'un min al-Qur'an fa huwa kal baytul kharib, ajo zemër, ai shpirt, ai musliman, ai që nuk ka diçka prej Kur'anit në shpirtin e tij, është sikurse shtëpia e shkatërruar, sikurse shtëpia që nuk është e meremetuar, nuk është e renditur, pra është kharib, kharabati kanë thonë pleshtë këtë herë. Pra Allah na boft ashtu që ka ardhur në për hadithe duat e pejgamberit tonë që na i ka mësuar sallallahu alaihi wasallam. Allahu na boft, Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Allah e boft Kur'anin pranverë të zemrave tona, ya rabbal alamin. Amin. Si ta ndëlidhim Ramazanin me Kur'anin? Allahu te baraka wa taala në Kur'an fillon pra ajetet e para të Kur'anit duke thënë dhalika al-kitabu la rayba fihi. Të kundërtën e autorëve të tjerë, se Allahu është autori i Kur'anit, të kundërtën e autorëve të tjerë të cilët fillimisht arsyetohen për lëshimet edhe për gabimet që kanë mundësi me i bë në librat e tyre, Allahu thotë të kundërtën. Nuk thotë ky Kur'an po e merr një ism ishara, i thonë domethënë për emër dëftor, arabët e përdorin edhe për larg, jo për afër. Pra për Kur'an Allahu nuk thotë ky Kur'an, po thotë ai Kur'an, sikur pak e ngre më lart. Domethënë Kur'anin, dhe thotë ky Kur'an ose ai Kur'an është që nuk ka la rayba fi. E përmend këtë, e përdor këtë pjesën mohuese la nahi lil jins, pra pjesën la e cila e mohon çdo lloj të dyshimit për këtë Kur'an. Pra, çdo lloj dyshimit për këtë Kur'an Allahu e mohon. Dhe vazhdon pastaj thot hudal lil muttaqin. Është udhërrëfim për të devotshmit. Kush janë të devotshmit, vëlla? Edhe sahabët, duke fillu prej Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe pse ishte prisë besimtarëve, sikur i kishte ky kuptim i muttaqinëve apo i të devotshmëve, dhe e pyeti Ubej ibn Ka'bin. Nuk i erë marrë, nuk i erë turp me e pyet, sepse muslimani nuk turprohet nëse nuk e din një punë dhe pyet për të. Ai ja kthej me pyetje, tha
ja Amirul Muminin, o drejtues i besimtarve, a ke ecë ndonjëherë zbathur? Omeri tha, po qysh s'keme ecë zbathur, tha që tash vonë na ka begatu Allahu me pasuni dhe po ecëm mathe, po ecëm me të mbathura pak më të mira. Tha, qysh ja bëjshe? Tha, u munojsha që thojmë me mishe me shpirt, me këshyr ku pe e qes kamën, për shkak që mos me qitë në thejra. Tha, dhalik e takwa, kjo është takvallaku. Pra me këshyr muslimani, ku pe e qetë kamën e vetë, ku po shkel, apo shkel në për ato vene ku i ka ndalu Allahu gjelle gjelalu gjelle shanu. E këtë pra na e mëson Kur'ani gjelle gjelalu, Kur'ani i Allahu te baraka wa ta'ala, që thotë Allahu në Kur'an, ja ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu që ishte obligim edhe para juve, la'allakum tattaqun, që të arrini devotshmërinë. Pra, për të arritur devotshmërinë, duhet të agjerojmë, se a ke po vllona im në Ramazan kur edhe për gjëra të ndalume e hek dorën, pra nuk shkel në therr. Ose edhe për gjëra që është të lejume, e lejmë për të ndalumet. Jo se agjerushëm, jo se zban se prishet agjerimi, jo se dobësohet agjerimi. Domthon i lajmë dëgjana për shkak që ndalohen në agjerim. Edhe që jemi agjerushëm. Pra, sikurse Kur'anin e kemi udhërrëfyes legj, kurse Ramazanin e kemi praktikim të tina, apo arritje të këtyne mësimeve të Kur'anit, adhimu sha'an. Kur'ani dhe Ramazanin ndërmjetësues të besimtarit. Pra, për ndërlidhjeve që i ka Kur'ani me Ramazanin, pra ata janë ndërmjetësues të besimtarit. Ka ardhur për hadithet e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam që ditën e gjykimit vjen Ramazani dhe Kur'ani. Allahu i bjen, qysh i bjen a jedin, pra në çfarë forme i bjen, a i bjen në formë të njeriut apo në formë diçka tjetër, nuk e dim. A jedin, po. A jedin, gjelle gjelaluhu gjelle shanu, dhe vin ditën e gjykimit agjërimi dhe Ramazani. Dhe ndërmjetësojnë te Allahu gjelle shanu për robin, për besimtarin. Thot agjërimi, ja Rabbi, e kom lanë këtë rob pa hangër e pa pi kohë gjatë. Lut na fale, ndërmjetëso, bënëm ndërmjetësues të kaj. Dhe ndërmjetëson Allahu gjelle shanu. Vjen Kur'ani, thot ja Rabbi, e kom lanë këtë rob, këtë musliman, e kom lanë natë e ditë, ja kom hup që thojnë gjumin, kë u kanë të lezu me mu, të më studiu, të mësu, të meditu, fale ja Rabbal Alamin. Dhe Allahu te baraka wa ta'ala e falë. Pra kjo është ndërlidhja, apo pejgjonave që e ndërlidh Kur'anin dhe Ramazanin edhe në ditën e gjykimit. Allah na bëf për atë në ja Rabbal Alamin. Pra, Ramazani është muaj i Kur'anit. Kur themi është muaj i Kur'anit, po e bie që sa më shumë të lexojmë Kur'an, dhe njëkohësisht të mësojmë me lexu, me shkruar kështu më radh. Po është vërtet, Ramazani muaj i Kur'anit dhe shpërblimi i madh që bëhet në muajin e Ramazanit është më i madh se jashtë muajit të Ramazanit. Për shembull, nëse themi që me lexu Kur'an është elif lam mim që ka ardhur për hadithe, nuk është një, po është elif, është një, lam mim shkruan tjetër, pra 3 shkronja ka 10 sevape, i bojnë 30 sevape për një fjali shumë të shkurt. Këto jashtë Ramazanit. Çka bëhet në Ramazan, Allahu e din. Për ata, për shkak se në Ramazan, që ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nafilet shpërblehen sikurse farze. Tash nëse themi edhe në këtë rast për Kur'anin diçka, sigurisht ka me pas diçka problem pak më ekstra. Cilët janë shembujt praktik nga Kur'ani dhe Ramazani? Ka shembuj praktik të ndryshëm nga Kur'ani dhe Ramazani që mundna me i ndërlidh, wallahu alem. Për shembull, përmendet ngjarja e 2 bijve të Ademit, të cilët njëri prej tyre dashti me vrar dhe e vrajti në fakt vllaun e vet. Përmend me emra nëpër librat e tjera të zbritura jo në Kur'an, nuk përmendet me emra, vetëm thuhet Ibn Adem, domthon bijt e Ademit. Dhe ky biri i Ademit i miri, i devotshëm, muslimani i mirë, tha la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak. Tha nëse ti e zgjat dorën për më mbyt mu, unë nuk e zgjatë dorën për të mbyt ty.
Pastaj e tha një fjalë inni akhafullah rabbul alamin, unë i tut nga Zotit të botrave. Dhe tash e ndërlidhëm me Ramazanin që na nxit pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam duke thonë që nëse dikush të shan apo të shtyn apo të dëshiron më urrej ose më kacafyt me ty, çfarë më thon ti? Unë jam agjërushëm. Unë jam agjërushëm. Pra sikur i biri Ademit që tha, ti edhe nëse don më mbyt mu, unë nuk e zgjatë dorë më të mbyt ty. Apo rasti tjetër që nuk ki drejt me i thonë prindve as uf. Pra dhe në këtë rast, sikur në Ramazan, men lem jeda qawl az-zuri wal amala bihi, faleysa lillahi haja an yada ta'amahu wa sharabahu. Nëse ti nuk e lën fjalën e keqe dhe punën sipas saj, Allah nuk ka nevojë për agjërimin tonë dhe me nejt pa hangër dhe pa pina. Pra, ndërlidhemi tash me ajetin tjetër atje, fala taqul lahuma uf, pra as uf mos më u thon prindve. Pra në Ramazan mësohesh që me nal pak gjuhën, mos me lshu gjuhën shlirë, me fol fjalë të dyta kështu me radhë. Pra këtu në farë mënyrë mund me thonë si shembuj që ndërlidhen edhe me Kur'an edhe me Ramazan praktikisht. Pra pothuajse nga dita e parë agjërimi dhe deri në fund e pastaj disa vazhdojnë disa dhe ndërpresin tek shumë muslimanë dhe muslimane, pra ndryshojnë mënyra e edukimit, sjelljes, foljes për shkak se janë të agjërushëm, pra dhe janë më të devotshëm edhe siç e morë shembull, pra kanë kujdes edhe në atë çka thrasin, çka bëjnë, çka veprojnë. Por pastaj një pjesë e tyre nuk e vazhdon këtë pjesë të devotshmërisë dhe me përfundimin e Ramazanit, disi sikur kthehen në të kaluarën. E disa i kanë e mbajnë elhamdulillah po më deri vazhdojnë me kanë të qëndrueshëm. Wallahu alem, vëllai naim është çështja shumë e ndërlikuar, mund të thonë, ose kjo është shkollë, Ramazani është shkollë. Shkollë por në të njëjtën kohë edhe shkollë, por edhe jemi të ndihmuar nga ana e Allahut te baraka ve taala, sepse atë alayhi la'ne shejtanin Zoti e mallkoft e kemi të lidhur, që ka ardhur për hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra e kemi të lidhur dhe kena mundësi në farë mënyre, e kam përmend edhe te xhamia, që nëse jemi në ring, për shembull edhe kundërshtarin e kemi të lidhur. Pavarësisht çfarë kundërshtari qoftë, ai mos përmeni tash emra këtu të bukserave të aty në lojtarët më dhaj, nëse është i lidhur, edhe unë edhe ti kishë mujt ndoshta me qit në tokë. Edhe në këtë rast e kemi të lidhur shejtanin. E kur të kemi të lidhur shejtanin, kena mundësi mu avancu kogja mirë. Edhe kur të avancojmë kogja mirë, besoj që edhe kur dalëm jashtë Ramazanit, nuk jemi edhe qashtu qysh kemi qenë para Ramazanit. Veç nëse se kemi bo punë heq fare. Për ndryshe, duhet me reflektu. Edhe qysh është çështja edhe subhanallahu edhe namazit. Për shembull, nëse nuk e bojmë namazin mirë, sigurisht ai nuk reflekton që me i lan gjunohat dhe me i lan punë tek këqija. Qysh ka ardhur në ajet kuranor që inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Kemi plot namazlina ashta që edhe falet, po edhe bëjnë punë të liga. Allahu na falt. Këtu nuk ka problem, nuk ka faj Kur'anit që po ato, se Kur'ani është i Allahut azza wa jall. Po besoj që ka faj as namazit ka faj, po ka faj ky që po e bën namazin, se nuk është të e bë mirë. Edhe në këtë rast, nëse gjatë mas Ramazanit më herë vazhdojmë me punë të liga, besoj që nuk e kemi bë mirë Ramazanin. Apo pas mangësi të shumta. Cili është shpërblimi i agjërimit dhe leximit të Kur'anit? Shpërblimi i agjërimit, Allahu përmes pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam na tregon që thotë as-sawmu li wa ana ajzi bih. Agjërimi është jemi dhe unë shpërblej për ta. Gjithashtu është pak sekrete në farë mënyre, gjithashtu hadithet e tjera tregojnë që është një derë e veçantë Rayyan që quhet, e cila edhe është atush një sekret. Është që kjo derë. Kush hen aty pastaj e sheh, Allahu na bëf frytën e Rabbul Alamin. Pra është problemi i madh më shien, sigurisht. Sepse kur të është diçka sekret, aty diçka ka, nuk përmend as këto, as fyria, as lule, as lume, s'përmend. Është një derë. Është sekret. Allahu na bëf frytën e Rabbul Alamin. Kurse për Kur'anin, shpërblimi i Kur'anit tash në krahasim me agjërimin, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregojnë që vjen ditën e gjykimit sahibul Kur'an, ai që ka lexuar Kur'an dhe ai që e din përmend kështu me radhë, dhe i thot Allahu lexo, iqra wartaqi,
lexo dhe ngreto. Sa të lexojsh. Tash kjo është në dorën tonë dhe temën. Sa ti po lexon Kur'anin dhe sa ti po mëson përmendesh që nesër kur të lexojsh më ngrit më shumë. Kjo është dorën tonë. Si ishte pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e tij me Kur'anin gjatë muajit të bekuar Ramazan? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët gjithashtu me Kur'anin kanë qenë gjithmonë mirë. Mirë po gjatë Ramazanit kanë ndryshuar plotësisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregohet në hadithet e pejgamberit të tij të Allahut që gjatë Ramazanit ishte shumë i gjymert, shumë dordhënës. Ose jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte dordhënës gjithmonë, po gjatë Ramazanit i shtohej kjo dordhënie. E posaçërisht përmend hadithi kur e mësoj ke Kur'anin, kur i vjen te Xhibrili edhe mësoj te Kur'anin me ta. Pra, gjatë Ramazanit ka ardhur Xhibrili special për me e bë mudarasat e Kur'an, me mësu bashkë me pejgamberin Kur'anin, me e përforcu hifzin, me e përforcu me i mësu kuptimet e Kur'anit dhe me i meditu ato së bashku. E mos themi tash pastaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë pastaj edhe namaz natës, edhe ka lexu ajete edhe sure të shumta në një recate, saqë qysh e dim krejt ju kanë edhe kamt e tinat sherife. Po edhe sahabët, mos të mesim mangut, edhe sahabët gjithashtu, përmenen dhe ka e therë dhe hadithe të shumta që tregojnë Ebu Bekr, domon Khulefai Rashidun dhe të gjithë sahabët e tjerë, tu i përfshi pastaj edhe tabeinët e selefës salih përgjithësi të parë tonë të mirë, tu i përfshi edhe 4 imam të cilët për secilin prej tyre ka transmetime që Kur'anin e kanë bë hatme për një natë. Ka transmetime që Kur'anin e kanë bë hatme një herë natën, një herë ditën. Pra është transmetime të shumta ka, deri te imamët që i përmena, te Imam Buhariu e te plot për këtyne njerëzve që i kemi ndëgju emrat e tyre, ka transmetime, ka e thera që e kanë lexuar Kur'anin për një natë. E ka prej atyne që është Uthmani radiallahu ta'ala anhu që e ka bë hatme në një recate. Si ka mundësi që me bë hatme për një natë? Kjo shumë pyetje interesant edhe se deri vonë më ka bë pak problem kjo pyetje. Edhe mos them që se kam besu, sepse janë transmetime të vërteta, dhe ata njerëz kanë qenë me të vërtetë kanë qenë njerëz të mëdhaj. Edhe njerëz të këtij dini që në farë mënyrë fadileti i tyre dhe të mirat e tyre ka ardhur ky din deri te na. Mirë po me kalimin e kohës tash me këta telefonat tonë që i kemi, posaçërisht me mos përmendje aplikacione, jetë njeriu në ta të bo tash me këtë scroll që i thonë me këtë fjalën, edhe shkojnë minutat, shkojnë orët, edhe ti je të këqyr video, ose të këqyr sene. Pra ka mundësi vllai dashur, ata s'kan pas telefona, si kan pas gajlet e tona, po e kan pas gajlen e Allahut dhe gajlen e ahiretit. Edhe kanë lexu Kur'an Allah, e kanë pas normal, menoj që edhe koha aty në ka pas bereqet. Mirë po, wallahi edhe na nëse i hina pak statistikave që vet aplikacionet po jepin, statistikave se cilët të kështu statistikën e vet të telefonit, sa rrin e sheh që 2 orë kanë në filan aplikacionin, 2 orë këto, 2 orë to, 2 orë to, kur të kështu bëhen ja 12 orë, 10 orë, 15 orë, kështu për radhë. Pra edhe ne tash kemi mundësi me bëhatme për një natë ose për një ditë. Por Zotin menoj që po. Hoxh, ku jemi sot ne me Kur'anin? Ku themi ku jemi ne muslimanë të Kosovës, fëmijët tanë, familjarët tanë, gratë tona, djemt tanë, vajzat tona? Mujna më ndërlidh qëto, domon, qëto jem. Me fjalë tjera, nuk jemi mirë për shkak të teknologjisë, e cila pana e merr shumicën e kohës. Dhe shpesh po e them që kur pisho statistikat e këtyre se këta vetë edhe të kallëzojnë që shumica e videove që veti postoj të Kur'anit se dio tjera, vetëm 2 sekonda shiqohen edhe hiket. Pra edhe me ndëgju pritojnë muslimanët e Kosovës, po folën për të Kosovës, edhe me ndëgju pritojnë.
që dikush është tu i lexu jo për po për më ta letu ty me ngu, e jo me lexu. E në aspektin e leximit, mendoj që jem edhe më larg besoj. Pak vinë me mësu në xhami, bojmë thirrje shpesh në hutbe që me orë me mësu, do të me vlu xhamit tona prej nxënësave. Nashta do xhamia, periferia ka, në xhamin ton ma pak. Ku është problemi këtu? Kjo kohën e lirë përshfryzojnë për punë të tjera, mos thëmë për punë të liga. Por ne që prezantojmë xhami, pra ne mund të i bim xhami fëmijët tanë. Po i bie që ne xhamati kena problem? Po tash, ja xhamati problem, ja s'po na ngojnë fëmija neve xhamatit, ose na ka hup interesimi edhe neve. Sepse nëse dikush prej prindve është 5 vakle dhe ja den hallin këtij dinit, do të automatikisht me menu për fëmijën e vet. Që nëse fëmin po investon të shumë kurse, shumë matematika, gjeografia, atje kodim, këto tash materiat, programim, ma boni Allah, tash jo që po përmeni emna, se këto e këtë të rëndësishme, shumë të mira, se këtë muslimat i kanë bo këto programimet dhe këto, këtë elhamdulillah pej havarizmit ati imamit madh, janë qëto algoritmat e qëto krejt, mirë po, si kurse shumë për ju dhojna rëndësi këty në gjanave të dy Allahut, e pak diçka për ahiret s'po bojna. E që Kur'an me mësu për me kanë i këfjell të fëmija 2 javë dit, 3 javë dit, del në Kur'an edhe është të atyre që lexon. 2 javë, 3 mund me mësu... Po thamë qatu dikon. Edhe pastaj të jetën e ka leximin fal, e ka qatë shpërblimin 10 sevape për një shkronjë, e ka gjithmonë. Tek aktivitetet për mësim besim ose për shkronjat Kuranit, do thotë pothuajse në çdo xhami ka, kemi aplikacionet, kemi kurse online, do thotë mundësit edhe infrastruktura është. Elhamdulillah ka shumë, ka edhe muallime femra në për çdo xhami të Republikës Kosovës, ka edhe imamat, secili imam që i shkon dikush, i aqon fëmin ose vet, edhe të mëdhajt. Për zotin, kom pas një vakt kom pas nxënësa edhe 65 vjeçare, 70. Po ka pas vullnet Allah me ardhe mësuaj. Tash këta 3-4 herë vjen edhe e len. Nuk e di ku ka me të vullnetin. Pra po thu plesh kanë dikat? Po kom pas plesh të vjetër që u kënaqke kur ja mundësoj isha një farë mënyre me ja ngu një faqe Kur'an. Hoxha po ma ngon një faqe Kur'an. Mos po gaboj dikon. Sot se kanë atë dert fort djemë të ri. Nuk e kanë atë dert. Edhe shpesh për ju thonë, ku t'i za, ju thonë që do të me ardhë, me mësu, me përforcu, me regullu lezimin e Kuranit. Se edhe një problem që du këto publikisht me thonë, që zakonisht e thamë kështu, po edhe publikisht, është mësohet Kuranit të njerëzit jo adekuat. Kurani vllona im nuk mësohet të vllau. Ku e ke mësu Kuranit të një vllau? Kush është e vllau? Të një vllau. Kurani mësohet të hoxha, të aj që ka kry shkollë për ta. E bile edhe hoxhën do të me e zgjedh. Sa ka hoxhëllarë që janë pak ma eksperta për çështjen e Kuranit. Do të me e zgjedh që ato, i cili ka përvoj, ka herë bëj hajgare, tash kam përvoj 20 vjeçare, 40 që ato dikon, mos ka dhe sovjet. I kam krejt. Po, dhe më thonë, dikush që ka përvoj me këtë punë, dikush që knaqet edhe e din punën ta mëson mirë. E të fillu për shonjave, leximit, të gjvidit. Pra, ka shkollën vetë dhe mësimi e shkronjave Kuranit. Më ka me rakli, me dasht, me mësu të zanë, se në konë zanë. Kurse ato e përmene që tash më kujtu çështja online-it pak i besoj, nuk e di. Ose këtë një aplikacion. Pra, më shumë me preferoni fizikisht me qenë prezant. Sepse kom qef në mënyrën tradicionale mu ullë para hoxhës, ashtu që shë kam mësu pejgamberi s.a.s. me Gjibrilin, pastaj pejgamberi s.a.s. me sahabët aty në eren, kështu ka ordejt të na. Pa prezentu, pa e po mirë që shpeja thëtë shonjën, nuk e preferaj. Ose nuk kom pas përvoj këtë përpune heq. Pak një tronë pandemija dhe ato nuk e kom Nuk e ke gjithë vetën thjesht të kurset online. Pra, ju e preferoni fizikisht me prezencë me qenë nxënëse apo nxënëse në mënyrë që çdo gabim eventual çdo gjë më shpejt rregullohet, më shpejt mësohet se sa ajo që është virtualisht. Gjithsesi. Dhe këtë në fund, hoxh, me qenë se jemi pra në fund të këtij emisioni. Si e shifni, pra përmend kalinte ose për disa pika që kjo tema shumë e gjerë dhe gjatë, mi po si e shifni sot rinin, po më pasysh janë
pasionuam pas teknologjisë. Disa për tyre dinë edhe me lexu Kur'an ose kanë njohuri të paktën bazike për fe, por kemi një pjesë tjetër të rinisë që thotë s'po ma kap mua shonjën në arabisht, nuk ma kap me mësu fen, por nuk di sa pa ditë sa përket teknologjisë, ndoshta e kap 9 vjet, 8 vjet, 10 vjet, pra din këtë botën çfarë ndodh në futboll, në politik, ku diunë, por nuk din edhe një shahadet ose nuk din në 2 shkronja të gjuhës arabe. Kemi parasysh përgjegjësinë e prindërve, po njëkohësisht që është e mundur ti mi ditë këtë dynjan çfarë ndodh me emrat lojtarëve, me gjeografi, me fizik dhe nuk po din ose s'po ta rrok çish po shprehin ata, me mësu shkronjat arabisht sepse arabishtja duket diçka e pakapshme për trunën. Ja, në këtë aspekt alhamdulillah gjuha shqipe për shkak që ka shumë shkronja, edhe menoj wallahu alem që prej njerëzve që lexojnë shumë mirë Kur'anin jemi edhe na shqiptarët. Do thotë shqiptimin e shkronjave kemi shumë në rregull dhe kemi mundësi me mri shumë. Por është arsye tim i hedhën poshtë, domethënë, nuk ka mundësi. Edhe nashta nxënësi më i lig ose më mund me mri këtë punë. Qysh e përmenda që krejt po i din, kjo është e pa arsyetueshme. Por gjithsesi duhet prindërit e kanë një barë të madhe të përgjegjësisë, më pas mujtë edhe në shkolla, po edhe në shkolla s'po bëhet që ajo që po bëjna thirrje zakonisht, që edhe në shkolla me fillu pak diçka prej edukatës fetare, e cila kishte me ndiku shumë, por shpresojmë të ardhmen më u bë edhe kjo herë për alamin. Të hoq faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni, Allah ju shpërbleft. Faleminderit për ju, Allah ju nderoft. Amin gjithë inshallah. Të nderuar shikues dhe dëgjues të Radio Televizion Liria, kaq për sot, takohemi në emisionin tjetër. E ju mos ndroni kanalin, çndroni edhe me tutje me RTI.